Kryeministri Edi Rama premtoi reflektim pas protestave masive qytetare dhe revoltës ndaj qeverisë së tij, por si çdo herë nuk arriti të ndërmarrë hapa konkret ndaj kërkesave të tyre, por u mundua të shuaj pakënaqësinë me propagandë dhe të pavërteta. Një rast që tregon hipokrizinë e Ramës është shpallja e lumit Vjoss si park kombëtar. Në dokumentarin e realizuar në nisje të mbledhjes së grupit parlamentar, kryeministri u mundua të paraqesë këtë vendim si zgjedhje të tij, kur në fakt ishin protestat e aktivistëve, vendimet e gjykatave dhe presoni ndërkombëtar që detyruan qeverinë Rama të tërhiqet nga ndërtimi i hidrocentraleve në lumin Vjoss. Madje kur Parlamenti Evropian i bënte thirrje qeverisë të tërhiqej nga ndërtimi i hidrocentraleve në lumin e fundit të egër në Europë, kjo e fundit ftonte investitorët për të ndërtuar hidrocentrale në Vjoss. Nga ana tjetër, Rama u shtriu dorën protestuesve për të lidhur besën me ta, por dokumenti i paraqitur nga kryeministri nuk është asgjë tjetër përveç se propagandë dhe teori, pa dhënë asnjë zgjidhje konkrete për shqetësimet e qytetarëve. Rama pretendon se projekti i shumë debatuar në zonën e mbrojtur në Zvërnec do të konsultohet publikisht brenda një periudhe 3 mujore, ku parashikohen dëgjesa në terren me banor, studiues, shkencëtar, por edhe grupet që protestuan për të marrë më pas një vendim për të ardhmen e projektit. Paradoksi i kryeministrit vjet në dukje, sidomos në këtë pikë, pasi ai më herët ka deklaruar se projekti do të bëhet me çdo kusht, dhe ndërsa thot se do të konsultohet me ekspertë dhe publikun prej muajsh, ka deklaruar se një grup ekspertësh të mjedisit dhe arkitektësh po studiojnë impaktin në mjedis. Megjithse protestuesit kërkojnë anulimin e projektit, kryeministri mundohet të fitojë edhe 3 muaj kohë, duke stisur procese konsultimi. Në dokumentin Besa parashikohet edhe krijimi i një barometri kombëtar të besimit. Instrumenti synon të masë sa besim kanë qytetarët te institucionet dhe Edi Rama, në vend se të shqetësohet për forcimin e institucioneve, angazhohet për sondazhe, të cilat i shërbejnë vetëm propagandës së tij. Një tjetër pikë është krijimi i një ndërfaqe digjitale, e quajtur pasqyra e flamingove, ku do të publikohen dokumente, konsultime, afate, zotime dhe rezultatet e vendimeve me interes të lartë publik. Zbardhja e dokumentit tregoi edhe një herë që kryeministri nuk ka ndërmarrë asnjë përgjegjësi publike për keqeverisje ndaj së cilës qytetarët po protestojnë, duke kërkuar dorëheqjen e tij, por edhe një tjetër është munduar të shmanget përmes nismave të cilat nuk adresojnë asnjë problematik, siç bëri disa viteve më parë me Këshillin Kombëtar, kur pyeti shqiptarët për çështje me interes publik, ndërsa vijoi të marrë vendimet i vetëm në shkelje të ligjit të kushtetutës dhe duke kapur politikisht të gjitha institucionet e tjera. Pavarësisht përpjekjeve të dëshpëruara të Edi Ramës, një ditë më parë protestuesit marshuan drejt kryeministrisë për të kërkuar dorëheqjen e tij, duke grisur dokumentin e propozuar nga ai dhe duke cilësuar si një njeri të pabesë.